Parkimi me dyshën në qytetin e Shkodrës vijojnë të jenë një problem shqetësues për policinë rrugore. Shefi i sektorit të policisë rrugore Shkodër, komisar Ermal Zenelaj, theksoi se po merren masa për parkime me dyshë, ndërkohë në fokus nuk janë gjobat ndaj qytetarëve. Ai kërkoi ndërgjegjësimin e drejtues të mjeteve. Realisht ka parkime me dyshë, nuk duhet ta mohojmë këtë fakt, por që po punohet shumë me shërbimet e policisë rrugore në bashkëpunim dhe me Bashkinë Shkodër, ku po merren masa në lidhje me mjetet që parkohen për dy. Është një fenomen, nuk është ideja si që shpjegova dhe më sipër, nuk është ideja që të gjobisim qytetarët apo të ndërshkojmë, por problemi është të ndërgjegjësohen qytetarët që mos të parkojnë për dy, sepse një parkim për dy do të thotë shumë më shumë se sa një mos administrative. Pse? Sepse nëse një mjet parkohet gabimisht, aty kalon një zjarr fikse, aty kalon një ambulancë, apo bllokohet një kursi biciklete dhe bëhet bërim aksidenti çdo moment, domethënë. Policia rrugore në vetvete nuk e ka tendencën e ndëshkimit me masa administrative të qytetarëve, por kur paraqiten këto shkelje, domethënë kur paraqiten këto problematika në qytet, atëherë duhet të ndërhyjnë me zbatueshmërinë e ligjit dhe me masat administrative në proporcion me pjesën e shkeljeve konstatuar nga shërbimi i policisë. Teknologjia është një nga kriteret kryesore në kuadrin e dokumentimit të shkeljeve. Të gjitha masat administrative që vendoset në kuadrin e sigurisë rrugore do të thotë që po punohet në këtë drejtim fort vetëm nëpërmjet teknologjisë. Po mos ishte teknologjia si dron, makine inteligjente dhe radar, siç e thamë më përpara, këto masa administrative nuk do realizoheshin me sukses dhe kur çdo qytetar është i bindur dhe është i garantuar dhe është i korrekt me qytetarin në moment që ti përdor këto pajisje teknologjike në kuadrin e masave, kuadrin e kontrollit të trafikut. Prezenca policore absolutisht do ketë edhe prezencë policore kur ka ngarkesë trafiku në rrugë, absolutisht do ketë grupe pune,